إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allahun azza wa jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje te Allahu azza wa jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona. Atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb. Ndërsa ata të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut azza wa jall. Dërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikura në fe. Nga se çdo shpikje në fe është bidat risi. E çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhehenamit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kem frikën e Allahut azza wa jall me një frikë të sinqertë. Edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ja kem frikën e Allahut azza wa jall kudo që të jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se e mira e shtyn të keqen, mirë po të silme me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Shpesh dëgjojmë vëllezër të nderuar se filoni pas ka ditëlindjen, duhet me festu ditëlindjen, e kështu më radhë, gjashme që një farë forme duhet me na imponu një gjithë gjatë që s'është e jonja. Se realisht nuk ka qenë as traditë e pejgamberit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, as e shokëve, as nuk ka qenë njohur te musliman derisa i na ardhën na dobësu, edhe faktikisht kena rënë ndikim të feve dhe të kulturave tjera. Kjo në aspekt që s'ka bazë fetare, po aspektin tjetër logjik, e feston njeriu pleqnin, qoftë se bëhet një vjet më i vjetër. Mendoj që nuk ka nevojë me dhënë përgjigje. Po, në Islam është vetëm një ditëlindje. Apo ditëlindja e dytë. Ajo është kuna Zoti ja mundson me shku në haxh, çaj ka lind për s'dyti, çaj dhe të feston ditëlindjen. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar kështu duke na thonë se ai i cili bën haxh e nuk bën mëkate dhe nuk fol fjalë të dyta të këqija, kthehet prej haxhit të tij me mëkate të falura si atë ditë që e ka folë nëna dhe ka sjell Allahu azza në këtë botë. E ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i ka thonë Amr ibn Asit kur e ka pranuar Islamin edhe e ka pas dërt kaluar në tina, e ka thonë, o Amr, a se din ti që Islami e fshinat që ka kaluar? A se din që hijreti e fshinat që ka kaluar? A se din ti që haxhi e fshin atë që ka kaluar? Pra thjesht qovë se diçka meriton në fen tonë mu quj ditëlindje, e që realisht është lindje e re dhe përsdyti dhe shonse e re nga Allahu azza wa jall, është pikrisht haxhi e të lëmë të ata që të kam pasë mundësi me shku, elhamdulillah që Zoti e ka bo vetëm një herë obligim me shku në haxh, nga se më të vërtet njeriu ka për mallim edhe mërzitet kur vinë këto ditë, edhe faktikisht e shë veten që nuk është në qabe
nuk është në të vendet bekuara, nuk është duke veshur atë ihram. Mirë po alhamdulillah prap po them që Zoti kalon gjithmonë dhe zavendësime, e na kalon ngushëllime që të ngushëllohemi me diçka tjetër për shumicën e muslimanëve të botës që nuk kanë mundësi me shku atje. Alhamdulillah që Zoti na i kalon këto 10 ditë e Dhul-Hijjes, këto 10 ditë bekuara, këto 10 ditë më të mira të vitit, që nuk ka punë më të mirë se ato punë që bëhen këto 10 ditë. Mirë po para se me folë dhe të ndëruar për rëndësinë e këto 10 ditëve, kisha pas qef vetëm folë përgjithshme me folë në realisht për realitetin e jetës që duhet njeriu me shfrytëzu, nga se jeta nuk ndalet, nata dhe dita vazhdimisht ndryshojnë, edhe faktikisht lumi i cili e din se kjo nuk ndryshon, mirë po e plotëson me atë që nesër në ditën Allah, kur del për Allah azza xal, ko me koni lumtur për atë që ka vepruar. E jo të kundërtën apëtën që me kaluar ditë dhe net, javët e muajt e vitet, ose me kaluar në të kotë e në gjëtë që si bojnë dobi, as këtë dënja në ahiret, apo unë në zët me mbush ma që nesër dhe të pendohet, nga se nesër dhe zë të ndëruar në ditën e gjykimit, se cili dhe të pendohet. Edhe do të pendohet mëkatari për mëkatet e tina, mirë po dhe njëri i mirë do të pendohet për shkak se s'ka bëllë më te për mirë. Për atë ka orë në hadithën e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se njeriu sikur kish me bë sejdë prej atë ditë që e ka lindur nona, deri në moshë shtyr në pleqni para se me vdek. Vazhdimisht vetëm në sejdë të i bë Allahut azza wa jall. Kur vjen nesër dita e gjykimit, ko me nënçmu veprën e tina, sa pak pas ka ba, e sa ma tepër dasht me ba, që në mu përgadit me arritur të shpërblime që Allahu azza wa jall ka përgaditur për besimtarët nesër ditën e gjykimit, e si që ndrëm puna për neve tjerve që sien për atyre të parve, mirë po të cëtë faktikisht i kemë të mbushura, dhe më thonë ato qitapet, ato regjistrat e veprave me punë të këqija. Elhamdulillah që Zotin alen thash, kësi sezone e këtë ditë mira, që ai cili është i mirë, mu bo dhe më i mirë, e na që si jemë të mirë, mu pënduë edhe mu këthy të Allahu azza wa jall. E qka janë këto ditë? Janë ditë edhe Dhul-Hijjes, që vetëm shkutimisht këm pat folur, dhe këm pat filluar në ligjëratën e kaluar dhe hydrën e kaluar me të reguë, se jenë ato 10 ditë për cilat Allahu azza wa jall është betuar me to. Dhe ka thonë, wal fajr, wal layalin 'ashr, pasha gimin, edhe pasha 10 net, apo 10 dit. Allahu azza wa jall na ka ndaluar neve se krijesa më u betun dikon tjetër përveç Allahut azza wa jall. Se nuk e madhrojmë askën në atë formë që meriton më u betun e të vetëm Allahun azza wa jall. Edhe prat njeriu më u betun dikon tjetër përveç Allahut azza wa jall. Qoftë në prend tina, qoftë fëmijë tina, qoftë familje tina, qoftë diçka tjetër, realisht të nash quhet shirk. E ke qit dikon në pozit me Allahun azza wa jall. Qoftë se vetëm shprehje, unë Zot, qoftë se ke qitur dhe mbindje, kjo është edhe shirk i madh që e nxjerr njeriu prej Islamit. Mirë po Allahu azza wa jall është krijuesi i cili takon me dhe i lejohet më betun çka don. Mirë po dhe Allahu azza wa jall nuk betohet në diçka vetëm se me këtë reg vëmendjen se sa të veçanta dhe sa madhështore dhe sa kanë rëndësi ato ditë për çet Allahu azza wa jall betohet, edhe betohet në mëngjesin apo agimin, edhe betohet dhe ditë që shumica e komentatorëve të Kuranit, Ibn Abbas e tjerë, thotë se është për qëllim 10 ditë e Dhul-Hijjes. Dhul-Hijjes, apo këto ditë janë cekur edhe në ajetet e haxhit, kur ka folur Allahu azza wa jall që njerëzit të thirrën në haxh, e të vinë në këmbë e të hymbur bideve, që t'i përgjigjen ftesës së Allahut azza wa jall, thotë liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat, që të vinë të përgjigjen kësaj fese në haxh, ti prezantojnë dobit, ti prezantojnë ato adhurime që i bojnë dobi atyre në këtë dunja dhe në ahiret, dhe të përmendin Allahun azza wa jall në ditët e caktuara. E kanë komentuar dietarët këtë ajet, ditët e caktuara kanë thonë është fjala për ditët e Dhul-Hijjes. Thjesht me ardh me kry haxh në këto ditë, me e përkujtu Allahun azza wa jall dhe me i përjetu ato adhurime
ato ndjesi në këtë ditë të saktuara. Mirë po dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar na ka informuar se nuk ka vepër më e mirë se ajo vepër e cila bëhet në këto 10 ditë. E kam pyetur ja Rasulullah, as gjihadi vëllezër të nderuar në fenë islame e ka pozitën më të lartë nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kulminacioni i fesë tonë është gjihadi. Thjesht sakrifica dhe me luftu në rrugën e Allahut azza wa jall edhe me ra dëshmor që kjo është kulminacioni i fesë tonë, nga se jenë gjendje njeriu dhe me dhamë me fliju jetën e vet për një kaos që është feja dhe ngritja fjalës së Allahut azza wa jall. Kjo është kulminacioni. Mirë po kur e kanë dëgjuar këtë fjalë, domethënë këta sahabit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga pejgamberi se po thotë se nuk ka vepër më të mirë se ato veprat që bëhen këto 10 ditë. Merë e kanë lidhë me veprën më të madhe dhe kulmin e islamit, i kanë thonë ja Rasulullah, as gjihadi nuk është më e mira. Ka thonë as gjihadi nuk është më e mirë përveç një njeri i cili del fizikisht me trupin e tij dhe me pasurinë e tij edhe shkon në filijuat edhe nuk kthehet me asgjë. Vetëm ky ka mundësi me shku se përndryshe nuk ka vepër më të mirë. Çfarë do vepër qoftë ajo? As ato të Ramazanit. Qofse mendoni se do më thonë 2 recate me i falë sot ditën, edhe 2 me i falë 10 ditëshën gjatë ditës, të Ramazanit në 10 ditëshën e fundit, atër dine se këto 2 recate që i falni sot është më mirë se ato 2 recate dhe që i falni në Ramazan, nga se këto të puna informon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, vëllezër të nderuar, edhe në këto 10 ditë është dita e 9, është dita e Arafatit, dita më e mirë në të cilën ka lindur dielli, ditën në cilën Allahu azza wa jalla zbret në qiellin e dunjas, edhe afrohet prej njerëzve, edhe mburret, domethënë para melaçeve me ata njerëz që do të kanë ardhur në Arafat. Allah ju thot melaçeve, e çka kanë dashur këta robët e mi? Çka po kërkojnë i varfërë me tregu se kanë ardhur me kërkuar faljen edhe madhrimin e Allahut azza wa jall, nga sa nuk kanë ardhur pas një interes kësaj dunjaje. E pra ka ardhur që për shkak të madhështisë së dite, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditë doja më e mirë është doja e Arafatit, ndërsa fjala më e mirë që kam thonë unë dhe pejgamberët para meja është fjala la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pra nuk ka ditë më të mirë se njeriu që bën dua se në ditën e Arafatit, edhe s'ka dua edhe thënie më të mirë se me thonë thënien e shahadetit la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mirë po, edhe pas saj duaje dhe të me ditë se kërkohet vëllezër të nderuar për besimtarëve që të kanë mundësi fizike me agjeru këtë ditë, nëse në ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai i cili e agjeron ditën e Arafatit, shpresoj te Allahu azza wa jall që Allahu t'ia fal me këtë agjerim mëkatet e vitit kaluar edhe mëkatet e vitit të ardhshëm. Mirë po jo vetëm kaq, vëllezër të nderuar, këto 10 ditë e kanë edhe ditën e Bajramit, e cila po ashtu është në vlerë e madhe sa dita e Arafatit, nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se prej ditëve më të mira të vitit është pikërisht Yawmun Nahr, dita e Bajramit, dita e Kurban Bajramit. Mirë po vëllezër të nderuar, duhet me ditë se ashtu siç janë të vlefshme këto ditë, dhe duhet mbushur me vepra të mira, duhet me pas kujdes që njeriu mos bën mëkate në këto ditë, nga se këto ditë janë prej 14 muajve të cilën në fenë islame quhen Ashhurul Hurum, 4 muajt e ndaluar, nga se Allahu azza wa jall na ka informuar se janë 12 muaj, Allahu i ka caktuar kështu prej para se me kriju qiellin dhe tokën. E prej tyre ka zgjedhur 4 muaj, ato i ka bërë të ndaluar, fala tadhlimu fihinna anfusakum, dhe mos i bëni zullum vetes tuaja në këta muaj duke e përlyer veten në mëkate. Realisht mëkatet çdo herë janë të ndaluara, mirë po rreziku dhe domethënë është më i madh në këto 4 muaj, e pikë në 4 muajve janë edhe këto 10 ditë. Elusim Allahun azza wa jall
që të na bëjmë për atyre që ja dim madhështinë dhe vlerën këtyre dhe ditëve, të shfrytëzojmë me pendim në Allahun Azza wa Jall, largim me mëkatet dhe duke mbushur ata me vepra të mira. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, qofse kemi sa do pak arrit me kuptu vlerën e këtyre 10 ditëve, sigurisht që pyetja që do të vjen tani është se e çka dhe si të shfrytëzojmë këto 10 ditë, cilat janë veprat më të mira që njeriu ka mundësi me i bë këto 10 ditë. E padyshim se vepra më e mirë që njeriu ka mundësi me i bë këto 10 ditë është që njeriu me ripërtrin jetën, që me i bë veprat vetëm për Allahun Azza wa Jall, që thjesht fjalët, veprat dhe atë që mendon me e bë, me e ditë se duhet me e bë vetëm për Allahun Azza wa Jall, qofse dënë me pas shpërblim nesër te Allahu Azza wa Jall. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin qudsi na ka informuar se Allahu ka thënë: "Ana aghna ash-shurakai 'an ash-shirk." Unë jam prej atyre që më pakti kam nevojë me pas ortak. Kush e bën një vepër në të cilën ka bë ortak dikën tjetër në të, e la atë dhe veprën e tij, pra thjesht është e refuzuar dhe nuk është e pranuar te Allahu Azza wa Jall. Prat është shans që njeriu me reflektu që veprat e tij me i bë të sinqerta vetëm për Allahun Azza wa Jall dhe për askën tjetër. Mirë po duhet ditur se nuk ka vepra më të mira se ato që Allahu Azza wa Jall na i ka bë farz. Nga se kështu na ka informuar Allahu Azza wa Jall në një hadith kutsi ku ka thonë se nuk më afrohet robi mua, më asgjë më të dashur te on se ma që e kam bë obligim. Pra thjesht vepra e parë që njeriu duhet me pas konsiderat, që e bën të mirë këtë 10 ditë e që me to i afrohet Allahut Azza wa Jall pas sinqeritetit të në fund farze, për namazet me i falë farze. Thjesht dhe më thonë agjërim qofse ka farz, zeqat farz, haxhin farz e kështu me radhë, nga se nuk ka vepër më të mire se ato që janë farze, e në qofse i kryen farzet, atë le të e plotson dhe më thonë edhe me çështje vullnetare. Vepër tjetër vëllezër të nderuar që është mirë njeriu me bën këto 10 ditë, është sa të ka mundësi me agjëru. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë nuk ka vepër më të mirë, realisht në këto vepra të mira hyn edhe agjërimi. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka informuar se nëse një njeri e agjëron një ditë për Allahun Azza wa Jall, Allahu i largon atij fytyrën prej zjarrit të xhenemit 70 vite. E nëse nështë dikush për juve ka mundësi me marrë se ka punë kështu me radhë, janë vikendet e sidomos ditën e Arafatit, që thash i shlin mëkatet e vitit e kaluar edhe vitit tashëm. Vepër tjetër vëllezër të nderuar është që njeriu me shpeshtu dhikrin dhe përmendjen e Allahut Azza wa Jall, me ra shahadat, me thon subhanallah, me thon elhamdulillah, me thon Allahu akbar. Se një hadith tjetër me transmetim kur ka cekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se s'ka ditë më të mëdha se këto 10 ditë, dhe se nuk ka vepra më të mira se këto vepra që bëhen këto 10 ditë. Ka thonë ekthiru fiha min at-tahlili wa at-tahmidi wa at-takbir. Thjesht shpeshtoni shahadetin me thonë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Me ra takbir me thonë Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Nga se kështu në kam mësuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregohet për Abdullah ibn Omerin edhe Abu Hurajrën se kanë dalë në tregje me ngrit zonin me bë tekbir, mjau për kujtu njerëzve tjerë tekbirin. Nga se zakonisht njerëzit kur janë punë, e sidomos ata që merren në biznese me tregti, thjesht mendjet vetë i kanë të numrat, e duhet ndonjëherë mjau për kujtuat që thjesht bini shahadet, bini tekbir, merrni tekbir, nga se është për veprave më të pëlqyera. E këto fillojnë prej ditës parë, domethënë të Dhulhijhes, deri në ditën e 4 të Bajramit, në çdo kohë, çdo vend, edhe në xhami, edhe në shtëpi, edhe rrugës, edhe në vetur. Mirë po,
natën e Bajramit, prej namazit sabahut deri në namazin e kindis, ditën e 4 është edhe më i veçantë, nga se këto domethënë tekbire është mirë me i thonë pas çdo namazi, edhe për veprave tjera domethënë të mira vëllezër të nderuar që njeriu i afrohet Allahut azza wa jall, me to është me prej kurban. Nga se veçantë ta këto 10 ditë vëllezër të nderuar është se në këto 10 ditë bashkohen veprat që nuk bashkohen në asnjë 10 ditë tjera. Po në Ramazan ka xherim, ka edhe zeqat, ka edhe namaz, mirë po as nuk ka haxh, as nuk ka kurban. E në këto 10 ditë ka përveç në agjerimit, përveç namazit, përveç zeqatit, ka edhe kurban, edhe ka haxh. E ne që s'kemi shkuar në haxh, atër të prejmë kurban, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ai cili ka mundësi me prej kurban, e nuk prejnë, mos ju afrohet ditën e Bajramit vendin ku falem na, mos ju afrohet xhamijave tona. E do më thonë mendimi më i saktë se është vajib, farz për atë i cili ka mundësi me prej kurbanin. Kurbani prejet prej bagëtive, prej devës, prej lopës, prej dhis, edhe prej delës. Delja do të mi pas 6 muaj e përpjet, dhia do të mi pas 1 vjet e përpjet, lopa do të mi pas 2 vjet e përpjet, e delja do të mi pas 5 vjet, mirë pa të nuk e kemi këto. Për i tregoj vëllezër të nderuar këto çështje, se realisht nuk është çështja vetëm me shku me pagu një dëftesë apo me autorizu dikon edhe mos me pa heq kurbanin, nga se realisht kurbani është simbol i kësaj feste dhe këtij bajrami. Është mira i cili ka mundësi, s'po them që gjithë kena mundësi na vetëm me prej, në po i cili ka mundësi thjesht këtë simbol me demonstruar në shtëpia tona, para familjarëve tonë, që me pa atmosferën se çka është bajrami, duke lutur Allahun azza wa jall që të na pranoj veprat e mira, edhe të na pranoj kurbanin, edhe çdo vepër dhe dhurim të mirë që e bëjmë. Lutim Allahun azza wa jall që haxhit të runë në ato vende të bekuara, të ja lehtëson haxhin, të ja pranon atë, atë kthehen shëndosh e mirë po ne që kemi mbetur këto, që të shfrytëzojmë me këto adhurime dhe vepra të mira, edhe duke lutur Allahun azza wa jall që të na jap sinqeritet dhe fjalë dhe vepra, na i fal mëkatet tona, na i fal mëkatet e prindërve tonë, dhe i fal këtë musliman në përgjithësi. Lutem Allahun azza wa jall ata të musliman janë në vështirësi, që Allahu azza wa jall të shliron, Allahu azza wa jall të ndihmon, Allahu azza wa jall të uritet e tyre të ushqej, të smuret e tyre të shëron, të vdekurit e tyre të mëshiron. Lutem Allahun azza wa jall që çdo musliman i cili ka breng dhe shqetësim, Allahu azza wa jall të ja largon. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.